Pika kufitare KKV-s do t'jetë e bllokuar këtë të premte për disa orë si pasojë e protestës që do zhvillojnë fermerët grek, duke nisur nga ora 19 deri në 22. Fermerët e blegtorët do të bllokojnë aksin rrugor KKV Janin. Autoritetet doganore thonë se gjatë kësaj fashe orare do të lejohet kalimi vetëm për mjetet e emergjencës, ndërsa apelojnë të gjithë udhëtarët që të zgjidhin rrugë alternative për shkak të bllokadës. Fermerët dhe blegtorët po përshkallëzojnë protestat e tyre në Greqi. Ata thonë se janë të gatshëm të mbajnë bllokadat edhe gjatë festave, duke i bërë thirrje qeverisë greke që të rishqyrtojë kërkesat e tyre dhe të plotësojë të paktën 5 nga ato që ata i konsiderojnë si vija e kuqe. Në takimin që zhvilluan të njëjtën në Seres, fermerët vendosën që në ditët në vijim të mbyllin dhe akset alternative për gjatë rrugëve kombëtare, me përjashtim të festës së Krishtlindjeve. Do të ishte mirë që qeveria të mendonte për pasojat e veprimeve të saj dhe të ofronte zgjidhje për t'i dhënë fund këtij mobilizimi, thanë fermerët. Ndërkohë Mitsotakis është shprehur i gatshëm për të ulur dhe për të negociuar me ta.